falenderoj me zemër Pavlinën për gjithë të organizim që ka bërë. Mund të them që në të gjitha aktivitetet që ka mbajtur në çdo qytet, ky është aktiviteti më i bukur që është realizuar deri tani me pjesëmarrjen më të madhe të shkollave të bashkisë. Sot është një ditë e rëndësishme për lëvizjen olimpike, pasi Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar këtë muaj e ka muajin e promovimit të vlerave olimpike në gjithë Shqipërinë. Dhe çdo javë ne jemi në një qytet. Këtë javë është java e Bashkisë së Korçës, ku ne duam të përfshijmë të gjithë vajzat e djemt, të gjitha moshave që të përfshihen në lëvizjen olimpike, të merren sa më shumë me sport, sepse sporti vetëm të kalit vullnetin, të kalit karakterin, të edukon, të socializon dhe t'jeni të sigurt që të bën më të mirin për veten tuaj, për familjen tuaja dhe për shoqërinë. Përmes këtij aktiviteti, organizatorët synuan jo vetëm organizimin e garave simbolike, por mbi të gjitha përcjelljen e mesazhit se sporti është një mënyrë jetese dhe një investim për të ardhmen. Në stadiumin Skënderbeu dhe në ambientet përreth, fëmijët dhe të rinjt patën mundësinë të provojnë disiplina të ndryshme sportive, duke u bërë pjesë e një atmosfere që ngjante më shumë me një festë qytetare se sa me një aktivitet formal. Demonstrimet në atletik, futboll dhe sporte të tjera sollën emocione dhe duartrokitje të shumta, ndërsa pjesëmarrja e lartë e shkollave e ktheu këtë organizim në një aktivitetet më të mëdha sportive të zhvilluara së fundmi në qytet. Vetë presidenti Koksh Fidel Ylli e cilësoi aktivitetin në Korçë si një nga organizimet më të bukura të realizuara deri tani në rang kombëtar. Një rol të rëndësishëm në organizimin e kësaj dite pati edhe presidentja rajonale e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar për rajonin e Korçës, Pavlina Evro, e cila prej javësh ishte angazhuar së bashku me stafin organizativ për realizimin e aktivitetit. Për të, momenti më i bukur ishte pikërisht përfundimi me sukses i një organizimi që kërkoi koordinim, përkushtim dhe bashkëpunimi institucional. Padyshim që lumturia është kur ky aktivitet mbaron dhe ikën gjithë stresi, gjithë rëndësia apo përgjegjësia e madhe që ti mban në kurriz për të dalë një aktivitet i tillë siç ishte ky i sotmi. Organizimi është pjesa kryesore, Lazi, që të kryet një aktivitet ashtu siç ti e ke menduar dhe si ti e dëshiron atë. Pas suksesit të aktivitetit qëndronte një punë disa javore, ku sipas organizatorëve pjesa më e rëndësishme ishte sensibilizimi i shkollave dhe përfshirja e nxënësve në aktivitet. Drejtoria Arsimore Parauniversitare e Korçës, mësuesit e edukimit fizik dhe drejtuesit e shkollave u bën pjesë aktive e këtij organizimi, duke krijuar mundësinë që qindra të rinj të përfshihen në aktivitete sportive. Për organizatorët një aktiviteti i tillë nuk do të ishte i mundur pa bashkëpunimi mes institucioneve lokale. Mbështetja e stafit të stadiumit Skënderbeu dhe angazhimi i policisë së shtetit garatuan mbarvajtjen e të gjithë aktivitetit, që nisi pranë katedrales së qytetit dhe përfundoi në stadium, mes ovacionesh dhe emocionesh pozitive. Padyshim që organizimi ishte sensibilizimi të gjithë mësuesve të edukimit fizik të gjitha shkollave të qytetit tonë, gjimnazet, shkollat private apo shkollat nëntëvjeçare,
Dhe që nga kjo filloi që nga drejtoria arsimore e parauniversitar të Korçës. Padyshim që mbështetja e drejtorisë ishte perfekte, duke sensibilizuar të gjithë drejtorët e shkollave, nënvjeçare dhe të gjimnazeve, sepse që atje do të fillonte edhe puna ime. Kisha një punë dhe një organizim nga të gjithë stafi apo stadiumi që ishte i gjithi në këmbë. Drejtori i Ilir Përmeti ishte nga dita e parë dhe deri në këtë moment që ne po flasim vllazi që mbaruam aktivitetin. Na qëndroi me të gjitha mbështetjet sepse stadiumi ishte ajo që do të ishte pritshmëria e të gjithë nxënësve të shkollave. Ishte në këmbë policia e shtetit që na qëndroi që në momentin e nisjes në Kisha Katedrales dhe deri në fund të përfundimit të aktivitetit tonë. E falenderoj policinë sepse ishte një mbështetje jashtëzakonisht e madhe për ne dhe mbështetje e saj. Desha të falenderoja padyshim disa shokët e mi, do t'i quaj, që janë një kohësisht dhe kolegë, siç është Arjan Kostani, Gentian Sulejmani, Ervin Rota, Markelian Pambuku, Olger Duci e të tjerë. Por kjo ishte pjesa kryesore, ishim një katërshe që ne 2 javë morëm me këtë pjesë. Arjani, Gentiani, une dhe Ervini. Sepse me detaje të hollësishme u organizuam që kjo të dilte ashtu si që juve e thatë, e bukur dhe organizuar mirë. Ndërkohë një tjetër Fundim që ka ardhur nga Tirana, Elvis Toçin, presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, që ka bërë një punë jashtëzakonshme për të promovuar vlerat e dardhës të Boskopojës të gjithë kësaj zone të Korçës dhe ka sjellë dhe një televizionin publik rumun për ta promovuar më shumë këtë fest të ditë olimpike dhe qytetin e Korçës në përgjithësi. Faleminderit Elvis që ka ardhur. Një falënderim veçantë është për figurën tonë, mjeshtren e madhe të sportit Anila Mekshi, që ka ardhur nga Londra dhe për t'u bashkuar kësaj feste këtu. Korça ka nxjerrë figura në të gjitha sportet. Dhe ne mendojmë që me promovimi që qeveria shqiptare po i bën lëvizjes olimpike në shkolla nëpërmjet ekipeve sportive në shkolla, ku e kemi filluar me volebol, me basketbol dhe me shah, dhe këtë vit do të fusim atletikën, do të fusim gjimnastikën, do të fusim mundjen, do të fusim ping-pongun, judon, taekwondo, peshqritjen dhe gjitha sportet elitare që Shqipëria i ka tradit. Dhe njëherë të dashur fëmijë, ju të ekipeve sportive keni mbyllur me sukses vitin e 4 të ekipeve sportive dhe Qarku i Korçës ka dalë fitues në basketbol për vajza për shkollat nëntëvjeçare në të gjithë Republikën. Në falënderimi veçantë për vajzat e Korçës, për trajnerët, për gjithë punën e mirë që ka bërë Madlina, Ervini, Drejtoria Arsimore Korçës, po dhe Vinjola, Drejtoria Rajonale, që na ka hapur derën në çdo aktivitet kemi pasur suportin e saj. Me projektin e ekipet sportive në shkolla, që do të zgjerohet deri tashmë në edicionin e 4 që mbaroi, është në mbarim, janë finalet në vazhdim të edicionit të 4, janë shtuar, shpresojmë që është marrë vendimi nga qeveria jonë, shtohen edhe 5 sporte të tjera, që kjo është një fitore e madhe për të gjithë rinin dhe nxënësit e shkollave padyshim, që të jenë të organizuar në këto lloj sporte, ciklizëm, shah, atletik, gjimnastik e të tjera.
është një fitore për të gjithë të rinjtë dhe për ne mësuesit e edukimit fizik, që të kemi sa më shumë nxënës edhe shumë llojshmëri sportesh. E falenderoj padyshim kryeministrin Edi Rama, sepse ai është ai që i zgjeron edhe e do sportin dhe po jep këtë frymë në sportin shqiptar. Gjithashtu edhe presidentin e Komitetit Olimpik që e ka marrë këtë projekt të madh në zhvillimin e saj, zotin Fidel Ylli, që na ndodhet gjithmonë në krahun tonë dhe për ta shtuar sportin dhe zhvillimin në Shqipëri. Ky projekt synon jo vetëm aktivizimin e të rinjve në sport, por edhe krijimin e ekipeve sportive shkollore që në të ardhmen mund të nxjerrin kampion dhe sportistë elitar. Korça konsiderohet prej vitesh një nga qytetet me traditë sportive në Shqipëri. Breza të tërë sportistësh kanë dalë nga ky qytet, duke përfaqësuar vendin në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Pikërisht për këtë arsye, organizimi i Ditës Olimpike në Korçë mori një simbolik të veçantë, kthimin e vëmendjes tek sporti dhe tek edukimi i brezit të ri përmes tij. Për Pavlina Evron, si ish atlete dhe rekordmene e Shqipërisë, sporti mbetet një nga mënyrat më të rëndësishme për edukimin e të rinjve dhe largimin e tyre nga fenomenet negative. Padyshim, këtë e kemi thënë dhe e themi vazhdimisht, jo vetëm unë, po të gjithë ata që janë marrë me sport dhe Shqipëria nuk ka pak emra të mëdhenj të sportive, të disiplinave të ndryshme. Padyshim që të rinjt duhet të merren me sport dhe është pjesa kryesore për të larguar nga shumë vese dhe për të qenë të qetë ashtu si mendërisht, por edhe fizikisht të fortë. Përtej garës dhe rezultateve, Dita Olimpike përcolli edhe një mesazh të fortë për paqen, bashkëpunimin dhe barazinë. Në fushën sportive nuk ishte rëndësi mosha, shkolla apo niveli sportiv. Të gjithë ishin pjesë të njëjtës atmosfere, duke treguar se sporti mbetet një gjuhë universale që bashkon njerëzit. Padyshim, ashtu siç e dini vëllazë, Dita Olimpike është sidomos për nxënësit e shkollave dhe për të gjithë të rinjtë e Shqipërisë, ashtu dhe të qytetit tonë, është një mesazh kryesor që bashkon popujt. Sjell paqe, sepse ky është sporti. Sporti është bashkim dhe paqe në të gjithë rrezullin tokësor. Sporti është vetë forca e mbështetjes të njerëzimit, mendimi im ky padyshim. Edhe Dita Olimpike është jo vetëm në Shqipëri. Dita Olimpike zhvillohet në gjithë botën. Gjatë gjithë aktivitetit nuk munguan emocionet, duartrokitjet dhe momentet festive. Muzika, performancat dhe energjia e fëmijëve krijuan një atmosferë pozitive që e ktheu këtë ditë në një festë të vërtet qytetare. Dhe si përfundim doja të falenderoja shumë, por për të gjithë ndjekjen e radio-televizionit shqiptar të qytetit RTS Korçën, për të gjithë stafin tuaj vëllazë që na keni qëndruar jo vetëm në këtë aktivitet të sotëm, por kudo që ndodhet sporti i qytetit tonë apo të rajon, është një mbështetje vërtet kryesore për të gjithë ne, sepse që atje fillon, tek media fillon sporti. Edhe ju falenderoj përzemërsisht për të gjithë ndjekjen edhe live që e dhatë aktivitetin e sotëm ju. Mes buzëqeshjeve, fotografive